Mirë se erdhët në Public Square. Unë jam Ditmir Bushati, sërish nga Cambridge, Massachusetts. Sot kam të ftuar doktore Albana Shehaj nga Qendra për Studime Europiane në Universitetin e Harvardit, me të cilën dua që të diskutoj për fenomenet kryesore që na shoqërojnë ne si një shoqëri në tranzicion, po edhe brezin ton, i cili është një brez i cili i përket disi dy epokave. Albana She ka një eksperiencë të çmuar akademike, është doktore shkencash, është shkencëtare politike, doktore shkencash nga Universiteti i Michiganit, lektore në Universitetin e Michiganit, në Universitetin e Harvardit, e fokusuar në çështjet që në fakt kanë bënë shumë me gjitha fenomenet e tranzicionit, çështjet që kanë lidhje me ekonominë, me qeverisjen e mirë, me llogaridhënien, me fenomenet e korrupsionit, me politikat e rishpërndarjes, me zhvillimet e vrullshme teknologjike dhe rolin e inteligjencës artificiale. Albana, mirë se erdhët në Public Square. Mirë se ju gjetit, mirë dhe ju falenderoj për ftesën. 35 vite nga rënja e sistemit komunist dhe nga hapja e Shqipërisë me botën demokratike. Ne ende në Shqipëri flasim për përmbylljen e tranzicionit, për nevojën për ta përmbyllur tranzicionin. Dikur përmbyllja e tranzicionit është barazuar me antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Mirë po, kur lexon raportet, për shembull raportin OSBE Odirit për zgjedhjet në Shqipëri, apo raportin e vjetor të drejtave të njeriut të Departamentit të Shtetit, apo raportet e Komisionit Evropian, apo qoftë raportin PISA, që matë vlerësimin e sistemit të edukimit dhe dijes në Shqipëri, apo raportet e organizatave tjera ndërkombëtare, duket që ne ende përballemi me sfidat kryesore të tranzicionit. Si do ta përshkruanit ju si studiuse, si shkencëtare politike, por edhe si një njeri i cili ka bërë një rrugtim akademik në institucione elit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Universiteti i Michiganit apo Universiteti i Harvardit, apo edhe nga kontaktet përmes projekte ndryshme kërkimore që ju keni, realitetin me cilën ne përballemi dhe cilat duhet të jenë disa nga eksperiencat që duhet kemi parasysh. Faleminderit, kjo është pyetje shumë e denjë, sidomos në këtë pikë të momentit, politik dhe gjeopolitik në Shqipëri. Që të themi që Shqipëria është ende në periudhën e tranzicionit, do të ishte një deklaratë jo reale. Në sensin, tranzicion është diçka kur supozon në radhë parë sepse ishim diku dhe shkuam diku më mirë, dhe e dyta supozon sepse çdo moment jemi duke avancuar. Dhe Shqipëria në momentin e sotëm, nuk e para të flasim nga ana teorike, nuk do të duhej të ishte më në periudhën e tranzicionit, por do të duhej të ishte një demokraci e konsoliduar dhe një ekonomi e rritur me vendin e vet në Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër, po t'i shohim faktet konkrete. Nga ana ekonomike, Shqipëria nuk mund të themi se është e njëjta Shqipëri ajo e atyre para 35 viteve. Momentalisht Shqipëria raporton rreth 3.5 deri në 4% rritje ekonomike në GDP në baza vjetore. Papunësia është ulur ndjeshëm, sidomos është besoj nën 10% gjatë 2 viteve të fundit. Shqipëria domethënë kontribon dhe ka një import të konsiderueshëm në botë, domethënë ka shumë indikator ekonomik të cilët supozojnë se Shqipëria po avancon. Në fazën politike, pjesë e rëndësishme e tranzicionit ishte gjithashtu dhe premtimi demokratik. Shqipëria do të ishte një demokraci e konsoliduar në këtë moment në kohë. Dhe kjo supozon një opozitë të fuqishëm brenda vetit, supozon institucione shumë efikase dhe që promovojnë të drejtat dhe ruajnë të drejtat e qytetarëve shqiptar. Supozon gjithashtu një qeverisje efikase, një shtet të fuqishëm, si në arenën e brendshme ashtu dhe në arenën ndërkombëtare të Shqipërisë. Në këtë pikë, supozon gjithashtu mos të harrojmë ligjin, një ligj të fuqishëm dhe të pa implikuar me sistemin politik. Në qoftë se I konsiderojmë të gjitha këto pika që sapo përmenda në baza konkrete dhe reale, shohim që Shqipëria nuk është ende në atë fazë ku tranzicioni supozonte të ishte në këtë moment në kohë.
Forca e opozitës, të gjithë indikatorët nga resorse të ndryshme, të dhëna konkrete nga European Commission, domethënë Komisioni Evropian, më falni, Banka Botërore, datasets të dhëna konkrete si kurse është varieties of democracy, polity e të tjera, tregon që Shqipëria është ende një vend ku politika është e fokusuar e centralizuar në duart e partisë në fuqi dhe ku opozita shifet me një jo vetëm me një nënvlerësim politik, por nuk njihet roli i saj në një kontekst të fortë dhe që duhet për të qenë një sistem i fortë politik dhe efikas. Do me thënë, opozita është dobësuar gjithmonë më tepër, dhe nëse kemi parasysh libra të cilët janë votuar së fundmi, How Democracies Die, për shembull, nga Levinsky dhe Ziblatt, forca e opozitës, ose mungesa rather, në rastin tonë, e forcës së opozitës, sinjalizon një rikthim në një autokraci, dhe jo atë që supozon një tranzicion drejt demokracisë. Gjithashtu, institucionet, sidomos në fushën e korrupsionit, Shqipëria lë shumë për të dëshiruar, sistematikisht ne jemi diku te 40 nga 100%, nga 100, do të thënë 40 deri në 42 nga 100, atje ku rankojmë në sistemin e forcës institucionale të Shqipërisë, gjë e cila nuk na pozicionon ne me ata me shtetet e tjera të Bashkimit Evropian që supozohet se kanë tranzicionuar në mënyrë të suksesshme ose janë konsoliduar si demokraci. Teorikisht, Shqipëria ka avancuar, por hapat e saj, ato që priteshin të ishin galopante në sistemin demokratik dhe ekonomik, janë më tepër janë hapa të vegjël dhe janë 3 hapa para dhe 1 hap mbas. Të gjitha ato kriteret që duhet të konsolidoheshin janë ende në proces. Për të shkuar tek një element tjetër i rëndësishëm, Albana, që ka lidhje me zhvillimin ekonomik. Sot ekonomia shqiptare është në 4-5 duar. Njerëzisht të gjithë janë shqiptar, nga një anë mund të jetë mirë sepse mund të themi që ekonomia është në duart tona, por nga ana tjetër shohim që sipas treguesve bazë, ekonomia jonë po mbështetet në 2 sektor, në ndërtimtari, ndërtim dhe në turizëm. Unë nuk jam ekonomist, po kam asnjëri sa të kuptoj që asnjë nga vendet nuk e ka bërë një hop të madh, një kapërcim të madh me këto lloj 2 sektorësh, pa u fokusuar tek ekonomia dijes apo pa pas një ndërlidhje me edukimin, me inovacionin e kështu me radhë. Si e shihni ju që keni një eksperiencë shumë gjerë në këtë drejtim? A është kjo një recetë për qëndrueshmëri apo dhe cilat mund të jenë eksperiencat e mira që mund të përshafojë Shqipëria? Ne jemi në sistemin e ndërto, shit dhe prit. Dhe çfarë dua të them me këtë është sepse Shqipëria e ka fokusuar modelin e saj ekonomik në infrastrukturë, në turizëm dhe në real estate. Të gjitha këto 3 kritere premtojnë në fatin e shkurtër ekonomik, ato premtojnë të dhëna. Por, domethënë, gjenerojnë një rritje ekonomike që nuk është afatgjatë dhe është pak a shumë sabotuese me një efikasitet ekonomik afatgjatë. Çfarë dua të them me këtë është kjo. Në sistemin e aparencës, kur ne jemi duke u fokusuar në ndërtim, construction, ose në turizëm e të tjera, për atë ekonomi që ne tani dhe shteti shqiptar tani momentalisht është i fokusuar që të tërheqi, i cili është turizmi, sikur se thatë. Ajo na jep një aparencë botërore, na jep jahtet nëpër portet tona, na jep turistët, na jep ato 9 milion ose 10 milion turistë që hyjnë në Shqipëri dhe që është numër i mirë, por ajo është një ekonomi sipërfaqësore. Dhe me këtë dua të them që një ekonomi e cila nuk e ka bazën e shëndosh, të rrisi klasën e saj të mesme, të mbajë rininë e saj punëtore brenda kufive të saj. Ne fort mirë e dim që sot gati 40% e popullatës shqiptare jeton jashtë kufive të Shqipërisë. Mungesa e klasës mesme, mungesa e një fuqie punëtore të skilluar, me aftësitë specifike dhe një demografik i ulët dhe në reduktim, tregon që me kalimin e kohës, ky model ekonomik ku ne jemi fokusuar te turizmi, qëndron nuk e ka themelin e duhur ekonomik brenda shtetit, brenda Shqipërisë,
ti rezistoj një do të thonë një shoku të jashtëm. Dhe me këtë dua t'ju kujtoj Sri Lankën. Sri Lanka ishte një ekonomi e fokusuar pikërisht në turizëm, pikërisht në të gjitha këto faktorë që momentalisht Shqipëria është duke i priorizuar. Dhe ajo çfarë ndodhi gradualisht ishte se sistemi i jashtëm dhe goditjet që u bën çuan drejt revolucionit, jo vetëm një domethënë shkatërrimi ekonomik. Kështu që i kemi historia na ka dhënë disa precedent për të qenë të vëmendshëm ndaj tyre dhe të nxjerrim mësimet tona. Ajo që duhet që t'i përgjigjem pyetjes së dytë të suaj është reforma ekonomike duhet jetë e fokusuar jo vetëm në turizëm, por në ndërtimin ekonomik, në ndërtimin akademik, në ndërtimin e bizneseve si teknologji, biokimi, do të thonë trading school, do të thonë shkollat e zanatit, Profesionale, shkollat profesionale, faleminderit. Shkollat profesionale të tjera janë ato që japin aftësitë e duhura rinisë shqiptare, që në vend që ta gjejë aftësinë e tyre larg kufive të shtetit, të ngelet brenda në Shqipëri. Kjo si rezultat rrit stresin e mesme, e cila është shtylla kurrizore e një ekonomie të fuqishme. Dhe plus pastaj është edhe rreziku tjetër, se ne të vërtet momentalisht e kemi ekonominë në duart tona. Urime për ne. Por është ajo në duart e popullit shqiptar apo është ajo në duart e 4 personave, të cilët mund t'i quajmë ose oligark, ose mund t'i quajmë biznesmenët më të aftë që Shqipëria ka për të ofruar për momentin, nuk e di. Por një ekonomi e fuqishme që quhet në duart tona është ajo që quhet në duart, ekziston në duart e klasës mesme, në duart e, do të thonë, ka barazi ekonomike dhe barazi oportuniteti ekonomik për çdo shqiptar. Kështu që në momentin do të thonë që ta përmbledh të gjithën, në afatin e shkurtër, ekonomia shqiptare është atje ku duhet të jetë. Rezultatet nga viti në vit janë pozitive. Jo do me thonë, jo shokuese pozitive, por janë pozitive. Por me këtë ritëm nuk mund të jetë një ekonomi e cila do të rezultojë rritje afatgjatë të shtetit të ekonomisë shqiptare. Dhe kjo rezulton edhe shkatrim politik, revolucion ndoshta në një të ardhmen. Jemi në një mendje për sa i përket sfidave kryesore me të cilat ne përballemi, si një shoqëri me disa vështirësi. Pra, vështirësia e parë për mua janë vështirësitë janë ndërlidhura. Vështirësia e parë ka të bëjë me dobësinë e institucioneve demokratike edhe për shkak mungesës të një tradite, mos zbatimin e parimeve të sundimit së drejtës, pra hedhja rrënjë, mbjellja e këtyre parimeve kërkon një kohë, megjithatë po bën rreth 4 dekada dhe ne ende nuk po shohim ato rezultatet që të paktën brezi ynë ka pritur. Elementi i dytë ju thatë me drejt që ekonomia zhvillohet, por nuk zhvillohet në atë trajektore qëndrueshmërie dhe nuk merren modelet më të mira, po jemi të prirur drejt sipërfaqshmes. Dhe këtu duhet sjell edhe në vëmendje edhe një studim Bankës Botërore që bën në mënyrë periodike studimet e konvergjencës, pra se ku është ekonomia shqiptare me mesataren e BE-s dhe ndan në disa sektor. Dhe me këto ritme i bie që sikur BE-ja mos zhvillohet fare, pra sikur BE-ja të ngeli në vend, i bie që ne do na duan rreth 6 deri në 7 dekada për të kapur mesataren e BE-s. Dhe një element tjetër që e përmendet dhe më vjen shumë mirë që e përmendet është ajo që kriza e madhe demografike, pra humbja e besimit tek e ardhmja në vend. Dhe ky është një komponent që mua më shqetëson shumë. Dhe në Shqipëri kemi nga një anë një shkollë mendimi që është qeveria që thotë që kështu ndodh në çdo vend tjetër, nuk kemi çfarë të bëjmë, do jetojmë me këtë fakt. Kemi një shkollë tjetër mendimi kryesisht në opozitë që ja vë fajin qeverisë për çka ndodh. Po nuk kemi asnjë politik alternative se si mund të reduktohet pasojat e këtij fenomeni shumë shqetësues. Çfarë mendon Albana Shehaj si studiuse? Çfarë duhet të jenë disa nga hapat që duhen ndërmarrë? Mund të jetë $1 milion pyetje, po disa nga hapat që duhen ndërmarrë. Kjo është vërtet pyetja $1 milion, por doja të shtoja edhe diçka tjetër te ai shqetësimi juaj me shumë vend ditë mirë. Sipas statistikave të PISA-s, e cila është PISA, e cila është një agjenci që
evaluon rritjen akademike të studentëve. Ati shqetësimi demografik që ju përmendët, largimi i rinisë shqiptare, lindjet e pakta, i shtohet gjithashtu edhe aftësitë e asaj pjese të demografikut që në fakt konkretisht është duke jetuar në Shqipëri. Ta konkretizoj. Sipas vlerësimeve të PISA-s, rinia shqiptare ka rezultatin diku të leximi rreth 380 pikë, e cila po ta krahasosh me Bashkimin Evropian është 487, domethënë ka 100 ndryshim pikë. Dhe në matematikë, ndërsa në lexim është e njëjta gjë, ka një ndryshim gati 100 pikësh përsëri. Dhe që ta vendosim këtë në perspektivë, në terma relative, është kjo do të thotë që rinia e sotme shqiptare është 3 deri në 4 vite studime akademike më pak se sa bashkëkohorët e tyre në Bashkimin Evropian. Do me thënë që është tragjike që dhe ata shqiptarë që ne momentalisht i kemi brenda kufive tanë, nuk kanë aftësitë e duhura që të konkurojnë në mënyrë efikase me bashkëkohorët e tyre kudo në botë. Duke pasur këtë shqetësim, pyetja $1 milion në fakt është adresuar. Ne kemi një precedent historik përsëri dhe në këtë rast do t'i drejtohem Kinës. Pas riformave të 1970-s, Kina nga viti 1980 deri te 2000-shi e kuptoi shumë qartë që i duhej një aftësi e re, i duhej një brez i ri i trajnuar, jo vetëm në sistemet dhe universitetet elitare të botës, por në dimensione të caktuara të ekonomisë, teknologjisë, medicinës dhe të tjera. Dhe ajo që ndodhi, ata bën një domethënë unë më pëlqen t'i referohem kësaj teme se si armatosën diasporën e tyre. Në sensin, ata krijuan një infrastrukturë të tillë, të cilët ja facilituan, ja thjeshtuan situatën studentëve të tyre të largoheshin, duke u sponsorizuar studimet akademike dhe të tjera, dhe pastaj të riktheheshin. Rinia shqiptare po e gjen vlerën e tyre në rrugët e botës, në institucionet e botës, kompania prezente e përfshirë. Por dëshira për të kthyer nuk mungon dhe nuk ka munguar kur. Është mundësia dhe infrastruktura që shteti shqiptar duhet të ngrërë që ta tërheqë mbas diasporën e tij. Konkretisht, po të shohim Kinën, një nga, domethënë, modelin që e ka realizuar këtë gjë. Një nga gjërat që ata bën, i afruan diasporës që të rikthehej një pagesë, domethënë vjetore, që ishte shumë kompetitive me atë që ata do të jetonin në diasporë. Hapi parë. Hapi dytë është u dhan subsidies në shtëpi, u dhan rezidenca, u krijuan mundësi që ata të vinin të jetonin. Sot, sikurse e dim shumë mirë, pikërisht sepse ekonomia është fokusuar te real estate-i, të blesh një shtëpi në Shqipëri, sidomos në Vlorë, nga qyteti ku unë jam, nuk është diçka që mund të përballohet më nga një shtetat shqiptar. Kështu që një person i diasporës, një student i diasporës të rikthehet në Shqipëri për t'i kontribuar adeut të tij, duhet të ketë një farë mbështetje nga shteti në këtë drejtim. Gjithashtu duhet të ketë edhe një njohuri, jo një angazhim sipërfaqësor. Dhe një diçka e lidhur me rolin e diasporës, me qenë se e preket më shumë drejt. Këtu në Harvard ekziston në Albane Veritas, shoqata e studentëve, janë shumë aktiv, nuk diskutohet, bëhen aktivitete ndryshme, një pjesë studentëve apo një pjesë akademikëve janë të integruar në komunitetin elit të Amerikës dhe të botës, siç është Universiteti i Harvardit. Çfarë mund të bëj qeveria e Shqipërisë apo e Kosovës, meqense se janë dy qeveritë kryesore, për ta shfrytzuar këtë si një kanal jo thjesht komunikimi, por si një kanal influencë, sepse jo të gjithë munduan të kthehen edhe me këto oferta kompetitive në rast se Shqipëria apo Kosova nesër pas nesër do të dojë që t'i zbatoj, siç morët ju shembullin e Kinës. Një pjesë do vazhdojnë të jetojnë këtu apo në vende tjera në Amerikën Veriore. Çfarë ke kuptuar? Çfarë mund bëjnë vende tjera pak a shumë me masën dhe me histori të ngjashme me ne? Unë do t'i referohesha diasporës shqiptare si Ministria e Zhvillimit të Shqipërisë, një ministri e jashtme e zhvillimit. Dhe me këtë dua të them se deri sot, edhe pse jemi kudo dhe kemi potencialin të kontribuojmë për Shqipërinë në një kapacitet thellësisht, domethënë që ka një impakt të fuqishëm në rritjen dhe zhvillimin e Shqipërisë, sikurse edhe promovimin e brandit shqiptar kudo në botë, sikurse po e bëjmë nëpërmjet artit, akademisë dhe të tjerave, por po e bëjmë në mënyrë individuale.
as pak në mënyrë të organizuar nga shteti shqiptar. Kështu që në një farë mënyre, diaspora është duke luajtur rolin e saj në një mënyrë që shpesh mohohet ose nuk njihet me mirënjohje nga shteti shqiptar, dhe tjetra si angazhimi i saj ngjelet si përfaqësor. Kur Partia Socialiste ose Partisë Demokratike, nuk jam me asnjë parti konkrete, thjesht po flas për fenomenat që ne observojmë. Kur atyre u duhen shqiptarët e diasporës të tundin flamurin shqiptar dhe të mirëpresin shtetasit shqiptar në Athinë ose në Rom ose në New York, shqiptarët janë aty. Por kur diaspora shqiptare dhe kokat e saj ka vend për t'i thirrur që të ndikojnë, të japin një kontribut konkret ndaj atë dheut të tyre, shqiptarët befasisht nuk e kanë aftësinë e duhur dhe nuk kanë kapacitetin e duhur të kuptojnë politikën, ekonominë, teknologjinë, medicinën shqiptare. Kjo është diçka që do adresuar në mënyrë urgjente, sepse në qoftë se Shqipëria sot ka një armë të saj të fuqishme, le të themi se 42%, rreth 1.2 milion shqiptar momentalisht janë jashtë kufive të saj. Ne jemi 1/3 e popullatës. Po i afrohemi, domethënë gjysmës, ngadal, me këtë rate që emigracioni po shtohet. Kështu që tani që gjysma, domethënë 1/3 e shqiptarëve janë jashtë kufive të saj, a nuk ka vend këta shqiptarë që janë profesional kudo në botë ti sjellin ato aftësitë e tyre në Shqipëri dhe ta ndërtojnë Shqipërinë. Dhe e bukur e diasporës dhe kanë të drejtë politikanët shqiptarë kur e shohin diasporën me atë syrin idealist. Ne jemi ata që kemi ngelur te 30 vitet kaluara, dashuria për kombin, nuk jemi pragmatike, tjera. Ai idealizmi ynë do të hyjë në punë, sepse ne nuk jemi ata që besojmë se duhet të angazhohesh në korrupsion që të arrish diçka. Kemi arritur kudo ku jemi në botë me përpjekjet tona dhe i njohim vlerat e një pune të virtytshme. Gjithashtu, kemi trajnima nga më të fuqishmet, gjithë kolegët e mi, kudo në botë, i flas në gjithë emrin e tyre. Kemi trajnime për cilën shteti shqiptar është një pasuri e fjetur. Albana, ka një diskutim të sfundit në Shqipëri, në fakt s'është as diskutim, është më tepër çështje mediatike për sa i përket dekretimit të ministrit virtual diella dhe përdorimit të inteligjencës artificiale në mënyrë më efektive për të luftuar korrupsionin apo për të luftuar abuzimet e ndryshme apo për të larë hesapet me vesin njerëzor. Këtu për hir të vërtetës debati rreth efekteve anësore të inteligjencës artificiale dhe raportit të njeriut me teknologjinë është shumë i shëndetshëm, do të thoja, është me një sy gjithnjë më kritik dhe është në funksion të mbështetjes aspektit njerëzor dhe lehtësimit që mund t'i vi nga inteligjenca artificiale. Ju keni eksperiencë në këtë drejtim edhe me institucionet amerikane dhe doja dija mendimin tuaj duke u bazuar te kjo eksperiencë që keni në Amerikë. Sa efektive e shihni diellën për te aspekteve kushtetuese, debatit kushtetues dhe për te aspektit propagandistik apo shpeshherë dhe tallës qoftë edhe këtu në ambientet e Harvardit për këtë gjetje shqiptare. Diella ka dy anë dhe unë e shoh si thik me dy presa. Në sensin është diçka e bukur dhe është një sensacion, është një dramë e vërtet në teatrin shqiptar, që ti vendosi ministrin e parë të inteligjencës artificiale, një avatar me veshjen tonë tradicionale. Një urim shumë, urime atij që e mendoi dhe e vizionoi këtë proces. Por ndërkohë, ka dy anë të kësaj monedhe. Ana e parë është se diella mund të ishte një tranzicion i vërtet në transparencën shqiptare. Në qoftë se diella është një avatar i cili sinqerisht dhe në mënyrë të rregullt dhe efikase është duke monitorizuar procesin e tenderave. Është duke i dhënë çdo biznesi i cili konkuron për një tender të caktuar një shans të vërtet dhe algoritmi
koordinuar në mënyrë të atill që ta bëj këtë punë në mënyrë efikase, ajo do të ishte një hap i jashtëzakonshëm. Dhe Shqipëria do të ishte vërtet merituese e atij fakti që ne krijuam avatarin e parë, i cili është i pa influencuar nga rrymat politike dhe do të kontribuojë në transparencën dhe rritjen ekonomike të Shqipërisë në një kalibër krejt pa njohur për momentin. Kjo do të ishte ana më pozitive, kjo do të ishte bota utopiane. E para, kush e vendos algoritmin e diellës? Ne nuk kemi informacione konkrete, ose të paktën që janë ndarë me ne publikun e thjesht, kush e vendos algoritmin e diellës. E dyta, kush e vendos nëse diella gabon? Le të mos harrojmë që e kuptoj që kemi arritur kohën ditë mirë, por dua ta shkruaj deri në fund. Gjatë 5 viteve të fundit, shteti shqiptar ka pasur 3 momente breaking në digital, në botën digjitale. Ka qenë viktime tre atakeve, të themi, cyber attacks, ku janë reklamuar të drejtat e shqiptarëve, janë emrat e gjitha evidencat e tjera, dhe mos harrojmë që në botën e tenderave, sikur se e thamë edhe më lart, shteti shqiptar njihet si një shtet i cili jep avantazhet e caktuara një minoriteti, të cilët janë shpeshherë të shoqëruar në rrethin e ngushtë të kryeministrit dhe të partisë në fuqi. Do me thënë, diella ka përgjegjësi, edhe pse është nga ana teknologjike vulnerabël, ajo ka një përgjegjësi të jashtëzakonshme në shtetin shqiptar. Dhe pika e tretë e kësaj është ajo që është më shqetësuese nga perspektiva ime si computer scientist, është se në qoftë se kodi dhe algoritmi i diellës është i krijuar në momentin e tillë që në momentin prior, që në momentin e parë që diella është krijuar, janë dhënë kriteret e caktuara se si ajo do t'i skanojë atje ku alokimin e tenderave, atëherë korrupsionin nuk e kemi më në zyra, por e kemi të koduar te vetë prezenca e diellës. Dhe kjo do të ishte një tragjedi e vërtet, sepse nëse Shqipëria e ka atë mundësinë momentalisht që të impresionojë Brukselin, Bashkimin Evropian, Europën dhe gjithë botën për arritjen e saj, ajo njëkohësisht mund të zbulojë atë fasadën e vet korruptike me anë të diellës, të vet krijesës së tyre. Albana Sheja, ishte një kënaqësi t'ju kisha në Public Square. Shumë faleminderit. Kënaqësia ime, falenderoj.